Ka një moment në jetën morale të kombeve kur gënjeshtrat që i kanë mbajtur ato në këmbë nuk mund të qëndrojnë më. Izraeli po jeton pikërisht këtë moment. Pamjet që dolën nga Gaza nuk ishin dëshmi e brutalitetit të luftës. Ato janë autopsia e mitit të ndërtuar me kujdes për Izraelin, si një streh për të persekutuarit, si një demokraci në shkretë të tirë dhe si një farë morale në një det barbarie. Ky mit, i ruetur me aq shumë për pikëri dhe i mbrojtur me aq egërsi, tani është djegur i gjallë në të njëjtat rënoja që vetë krijoi, shkruan gazetari Jassim Elazawi. Gazetari dhe shkrimtari Chris Hedges, një nga zërat e paktë në mediat amerikane që guxoi të fliste hapur ndërsa të tjerët dridheshin, paralajmëroi vite më parë se i kemi dhënë Izraelit dorë të lirë për të spastruar etnikisht, për të pushtuar dhe për të shtypur. Bota nuk dëgjoi, e mbytur nga akuzat për antisemitizëm, ky instrument i rënd që u përdor, jo për të mbrojtur hebrejt, po për të heshtur të vërtetat e pakëndshme. Për një brez, ky akuzë funksionoi. Ajo ngrinte gjuhët, shkatronte karriera dhe mbyllte debatet. Sot, ajo bie si një fishek i shpenzuar mbi një dysheme e guri. Bota ka parë shumë. Gidon Levi duke shkruar nga brenda Izraelit me guximin e vetmuar të një njeriu që ka refuzuar çdo heshtje të rehatshme. Ka dekada që dokumenton atë që vendi i tij refuzon ta shohë. Ai ka shkruar se Izraeli ka humbur rrugën dhe se pushtimi nuk është vetëm një çështje politike, është një katastrofë morale.